them se isha në një komemoracion në përkujtim për 4 dëshmorë të kombit. Grodakova Rojen, e di se çfarë më tha. I ka skaduar kohë e trullit dhe vendja kanë qitur dikuj tjetër. Une, ofër vetit kam njërën për aktore më dashur për juve, jo veç Podujevë, po edhe jashtë Podujevë në gjithë shqiptarin, Ismet Azemi. Une dola në rrugë. Është kënaqësi kur e ndjej një vlerësim në rrugë, në të cilin unë kam filluar mas pari me ecë. Tamam si fëmijë, por masanin edhe hapat artistik I kam nisë këtu. Dhe është kënaqësi dhe është një gjësi shumë e mirë. Është diçka që qëndron fuqishëm në mua kur e ndëgjoj këtë fjalë. Jemi pikërisht para teatrit. E di që je rrit në këtë teatr, po unë kisha dashur ti më tregu para plakisht qysh ka kalu deri në këtë periudhë që jemi tani. Unë fillimisht kur kam marrë nga katuni im, nga fshati im, nga Pollata, kam marrë në vitin 1968. Kam pas fillu klasën e parë, shkollën e parë, vitin e parë në shkollë fillore, dhe kam banu në një banes në shtëpinë e Rahim Qitakut. Aty kena banu një 5 vjetë dhe unë këtu largësin me teatre kam pas shumë afër. Po, dhe si fëmijë ka qenë këtu ka pas aktivitete gjithmonë, aktivitete kulturore. Por sidomos në teatr ka pas shoqëri të cilat kanë ushtruar aktivitete dhe punë shumë të mira në fushën e aktrimit. Por edhe në film, dhe më thanë më përpara ka qenë aktive dhe salla e filmit, ku ne kemi qenë publik kështu I rregullt gjithmonë. Dhe këtu do të thotë ka qenë njëna prej, si të tham, prej aty në shkëndijave të para që e kam ndje që kjo rrugë në cilën unë jam tashtu e përcjell si një publik I vockël, e ndjeja se diçka është ka lëviz në mua. Dhe më pastaj fillova shkollën fillore e kryva këtu, në shkollë të mesme kam qenë, edhe në shkollë fillore kam qenë aktiv, por edhe në shkollë të mesme pasin ka qenë aktiv në kuadër të shkollës organizoheshin do takime kulturore, recitale të ndryshme, po përveç asaj këtu në qytet në kohën kur kam qenë unë si nxënës, kanë qenë 2 shoqëri shumë të forta. Njëra ka qenë Josip Rela, cila mrena vetës ka pas përveç muzikë që bëj, dhe më thanë, seksionin e muzikës, ka pas edhe degën e dramës, dhe më thanë. Drama ku ne bënim provat dhe kemi punuar shfaqje të ndryshme, dhe më thanë me njerëz të këtu si me Agron Gërgurin, me Mehmet Breznicën, Bashki Muçollin, Ramadan Oracën, Gani Podvoricën, mos harroj Gani Hamzën, dikur më pastaj, masi kam mbaru shkollën e mesme, unë kam shku në akademi. Fillimisht kam shku në fakultetin e ekonomik, se në atë kohë nuk ka pas akademi të arteve. Po në vitin 1989-90, hapët Akademia e Arteve të Bukura, dega e dramës, që s'ka qenë më përpara këtu, dhe unë në qatë kohë isha I angazhuar në teatrin kombëtar në dramën serbe. Më ka pas marrë Agim Sopi, më ka pa dikun në një shfaqje dhe më ka pas marrë dhe filluam aty në shfaqjen Grobnica, ka qenë në original Varrezat e Boris Davidovićit, Grobnica za Borisa Davidovića, luante rolin kryesor Faruk Begolli. Dhe aty unë jam kyç për herë të parë në teatrin kombëtar. Dhe më pastaj është hap dega aktrimit dhe unë prej teatrit aty ka pas shumë fjalë të mirë prej komisionit që duhet ta marrim këtë djalë, po donin që ta kem Akademinë e Arteve dhe unë shkova vitin e parë, nuk unë pranova vitin e parë, vitin e dytë u pranova dhe masanej filloi jeta ime, domethënë jeta ime, përfundova Akademinë e Arteve në mas 3-4 vjete dhe më pastaj filluan punë profesionale.
kam jetu fuqishëm në jetën e fëmijërisë. S'kam pas asnjë problem, përveç jetës shpirtënore, ajo që mu më ka tërhiq, për brenda unë kam bë përpjekje që kam qenë një fëmijë që e kam dashur lojën shumë. Edhe sot e dua lojën shumë. Unë sot luaj me fëmijët e vllaut tim se tash fëmijët ata më veç kanë tendenca me lujt me mu, po janë rrit. Janë rrit. Dhe ka qenë domethënë ajo që loja domethënë për feminizëm ka qenë si diktim për profesionin tim. Në vitin 1996, 97, 98, me dëshirën e madhe për të ndodhur institucioni i teatrit dhe kisha idenë që degën e aktrimit, një pjesë e degës së aktrimit ta bie në Podujev, se e di që Podujeva ka talenta shumë të mëdhenj në këtë drejtim, në këtë fushë, edhe në fusha tjera, por tash po flas për fushën time, dhe ajo nuk arriti ajo çka unë mendoja, por profesori Enver Petrovci kishte Akademinë e Arteve private dhe unë pa ta sjell atë akademi këtu dhe kemi qenë 4 profesor, ka qenë Enver Petrovci, ka qenë Nebi Islami dhe Abdurrahman Nukshi i ndjer, ka qenë profesori i lojrave skenike. Unë kam qenë asistent i Enverit dhe kam qenë njëkohësisht profesori teknikës zërit. Dhe këtu për 3 vjet rresht unë kam nxjerrë një gjenerat, dhe më thënë atë shkollë private, shkollë për të aktrimit, dhe me ata studenta që kanë qenë nëse shatrolli tash, dhe më thënë veç ka kalu në dramaturgji, ka bo master në regji, dhe ka qenë Bujar Potoku, ka qenë Arnisa Ahmeti, ka qenë po ju harroj emrat, po më vjen keq po ju harroj për momentin. Domethënë kanë qenë një 10 studentë të cilët e kanë mik atë shkollë private dhe me ta masnai pa ta bën një shfaqje, pa ta bën 2 shfaqje. 3 shfaqje këtu pa ta bën dhe ka qenë Feniksi shqiptar në kohën e luftës. Në kohën e luftës unë e kam bërë shfaqjen në Benidorm, është një restorant dhe ka një terasë të mrekullueshme dhe ideja ime ishte që unë të bëj luftën artistike kundër okupimit të okupatorit të cilin e kemi pasur një shekull. Dhe arrita me bërë një shfaqje të mrekullueshme që ishte shumë e pranueshme për kohën, se ishte një thirrje shpirtënore, domethënë për t'i rezistuar domethënë okupatorit. Dhe prej asaj shfaqjes, mas njerën ai kam punu shfaqjen për shpirtrimin me lirin, që kam qenë autor domethënë kam bërë dhe tekstin edhe regjin kam lutje dhe kam pas një 41 vet. E kisha një ide gjithmonë prej një tekstit të Gjergj Fishtës, veç t'i lypi unë 40 vet, po t'djem t'let që të vdesin ku të zatesin, e po ja u jap besën e Zotit se për pau djegun në flakë barotit nuk kam elshu për gjallë Vraninën. Unë e kisha idenë për vendin e tonë, por edhe Vranina ishte vendi jonë në kohën e Fishtës domethënë. Dhe ishte ideja me bën një shfaqje me 41 aktor. Dashti Zoti dhe ma krijoi mundësinë. Dhe bona një shfaqje me ka qenë shfaqja e parë, domethënë ka qenë shfaqja e parë në pas luftë, domethënë në kohën kur na e fituam një liri të llojit vet, se unë mendoj tash jemi në luftë hala më të madhe se sa atëherë. Dhe me ato filluam punë domethënë edhe u shfaqëm në për shumë vende, këtu domethënë në këtë teatër e kam dhënë nuk e di sa herë domethënë organizuam me nxënësat e shkollës dhe ka pas publik të jashtëzakonisht të mirë. Ti apo unë, brenda këtyre 20 viteve, në Kosovë? Ku? Qetë sobre! Qetë sobre!
E di që ke marrë shumë çmime. Nëse flasim për çmimet, e di që kemi shumë çka për me fol. Po unë po du me të kthy gjithmonë mrapa kur ke qenë i ri. Cili ka qenë çmimet që ti gjithmonë ke ndru me marrë? Tash sfundi ke marrë aktori më i mirë. Du me të kujtuni, është interesant në shfaqjen njëna prej pjesëve të dramës e Teki Dervishit ka qenë një dramë Bregu i Pikëllimit dhe një pjesë të Bregu i Pikëllimit kam qenë i ri atëherë, pa të bërë regjin Agim Sopi dhe shkum ka qenë shfaqja amatore, Minatori ishte një shoqëri dhe pa ta marrë pjesën në festivalin e Gjilanit dhe më kujtu tash kur mora çmimin, dhe më thonë, për herë të parë marrë si profesionist në Gjilan, a herën e parë si i ri që jam gëzu ma shumë se sa tash, ka qenë, kur ka marrë pjesë, nuk e di në cilin vit ka qenë ai, ka qenë shumë herët, më i ka sigurisht një 20 vjet po i ka, du t'i ketë 22-3 vjet, dhe pa ta marrë çmimin dhe më dha, çmimin më ka dhanë, ka qenë juri Jasha Shahiqi, dhe më dha një kokë, jipej koka e argjente Titos. Ma kishin pas marrë në kohën e luftës. Më dhe është interesant, apo kupton. Është një lloj kujtimi, se unë jam shpërbly si aktor. Por, shfaqja e cila kam punu, dhe më thonë, kam ba punë, po shfaqja e cila ka nxirr në pah dhe që më ka provoku mu si aktor, me potencën time artistike, ka qenë shfaqja Kosovars, një tekst i Aqif Mulliqit, në regji të Aqif Mulliqit. Shfaqja e cila premierin e ka pas në festivalin e Edinburgut në Skotland. Një shfaqje që ka kalu në për shumë festivale botnore. Shfaqje që ka marrë shpërblime kudo që kemi shkuar. Përveç shpërblimeve, tash më ecin, më ecin kujtimet dhe më kujtohet në brajlat Rumanis, unë për herë, unë qeshi edhe qaj në përgatitjet e mia, dhe më thonë dramatike në skenë, por të qaj bashkë me publikun për i gëzimit, për një pritje dhe një vlerësimi, nivel shumë të lartë artistik, në brajlat e Rumanis, më ka ndodhë me qajt, jo vetëm mua, po këtë ekipës, mënyrën se si kanë dorë troki dhe se si kanë pritë shfaqjen tonë. Shfaqja është një shfaqje që luhet në 3 gjuhë, është koha e luftës, luhet në gjuhën shqipe, serbe dhe anglishte, dhe është një shfaqje që ka bërë regjin Aqif Mulliqi, edhe tekstin e ka shkruar Aqif Mulliqi, dhe është shfaqje që ka pas mrena vetës vetëm 2 personazhe, ka pas ushtarin serbe dhe ushtarin shqiptar. Dhe shfaqje e cila kudo që ka shkuar, nëse është vlerësuar për sa i përket artikulimit, të diksionit ose të akcentit të gjuhës, qoftë në anglisht, në qoftë se kemi shkuar për shembull në Angli, kemi qenë edhe në Angli, vërtet kemi qenë të vlerësuar në nivelet më të larta dhe mënyrën edhe se si e flasim anglishtën. After the fall of the Serbian dictator from power and his transfer to the Hague Tribunal, the family of the Serbian-American soldier who volunteered for the war in Kosovo tried in vain to locate their son. Që kena me folë shumë edhe kemi që ka me folë shumë për bagajën që e ki, po ne përdu me një mesazh me avdhon gjitha tynët që ngurojnë me marrë rrugën e aktrimit. E di që është e vështirë, po cili kish me qenë mesazh jëtë? Çka duhet ata me bënë ditën e sotme? Është një pyetje shumë interesante dhe shumë e nevojshme, por nuk është e lehtë edhe me u përgjigj, por edhe me sugjerue. Pse? Sepse institucionet profesionale kanë për detyrë me organizu kurse për njerëz të cilët e ndjejnë veten prej fëminisë, që ndjejnë veten që brenda tyre lëviz një zjarr i profesionit tonë, një zjarr i botës artistike. Dhe institucionet ato të cilat duhet të jenë shumë të kujdesshme që kur vlerësojnë ose kur dikanin sugjerojnë që ti duhet të jesh, duhet me pas shumë kujdes, se është profesion shumë i lakmueshëm, por është profesion që i don shumë angazhim të madh. Kjo puna e
ti duhet bash aktor dikujt, nëse i thua, fillimisht është dhunti prej Zotit. Njerëz, po fatkesia të ne deri më tash, në shumtën e rasteve janë anashkalu njerëzit që kanë pas vërtet talent dhe do të ishin përfaqësues fillimisht pasurive të tyre, për veten e tyre, për familjen, për shoqërinë dhe për bar njerëzin. Ky është mision i shejt. Bota artistike është mision i shejt. Teatri është institucion që baraspeshon kulturën, artin të bukurën me ato që qeverisë, domethënë me majat e qeverisë. Nuk është puna që kjo ka lind vetvetiv. Vetë qeveritë më përparme kanë krijuar institucionin e teatrit për të balansuar, domethënë, anën materiale me shpirtënorin. Çdo gjë që lëviz, shikoj trupin, nëse ky krah ngjitet më lart unë deformona, ose ky tjetër deformona, duhet të jenë kandar dhe duhet të kemi kujdes që ta mirëmbajmë qenien tonë, se ne jemi si krijesa shumë të bukura, por ne shpeshherë po e shumtojmë veten dhe kjo neve nuk na duhet. Që rrugë e çuditshme se. Që rrugë. Cila? Ajo. Ajo ati aktorit njërë shqiptarë, se të që quaj Belushi. Aleksandr Mojsiu. Mojsiu.